Janar. Muajin e hapi një zhvillim me peshë të madhe për politikën dhe drejtësinë. SPAK publikoi një strategji të gjerë për të hetuar dhe parandaluar krimet zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Kjo nismë përfshinte masa për parandalimin e manipulimit të votës, përdorimit të fondeve publike në fushat, shantazhe dhe korrupsion zgjedhor, duke sinjalizuar nga fillimi se drejtësia do të luajë një rol vendimtar në procesin zgjedhor. Ky vendim nuk ishte thjesht procedural. Ai ndikoi në klimën politike të janarit, duke i shtuar presionet mes partive, sidomos mes mazhorancës socialiste dhe opozitës, dhe duke ngritur pikpyetje në publik për pavarësinë e drejtësisë në prag fushate. Për këtë u fol edhe në media dhe në debate publike. 4 janar 2025 u paralemërua dhe organizua një protestë të Partisë Demokratike në Tiranë për të mbështetur liderin e saj, Sali Berishën, në lidhje me një seancë në SPAK ku ai duhej të paraqitej në masën e detyrimit për raportim të rregullt. Opozita e shpalli këtë akt një sulm politik kundër Berishës, duke akuzuar mazhorancën se përdorte organe të drejtësisë për të përfituar politikisht në prag të fushatës zgjedhore. Po në janar, Berisha u paraqit dhe ju nënshtrua kërkesës për raportim, një moment që u ndoq me vëmendje të madhe mediatike, sepse simbolizon lidhjen e drejt për drejt mes hetimeve të SPAK dhe figurave kyçe politike. Gjatë muajit, u publikuan sondazhe që treguan se besimi i shqiptarëve në SPAK arriti nivelet më të larta të matshme deri atëherë, me rreth 60.5% të qytetarëve që vlerësuan pozitivisht punën e tij dhe 42.2% që i dhanë vlerësime maksimale institucionit, përpara epokës së sulmeve politike publike. Këto të dhëna u lexuan si një vot besimi në opinionin publik ndaj drejtësisë së pavarur, sidomos në një periudhë kur hetimet ndaj figurave të politikës ishin në qendër të vëmendjes. Në fillim të muajit në media dhe debate publike u ngrit edhe një tjetër dimension. Disa komentues dhe analistë argumentuan se veprimet e SPAK mund të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve, duke ulur shanset e rotacionit politik dhe duke ndikuar në perceptimin publik ndaj partive. Ky debat u përforcua nga thirrjet e opozitës dhe nga diskutimet për cilësinë e hetimeve ndaj figurave të partive të mëdha. Këto reflektime s'ishin thjesht akademike, ato u bën temë debati politik midis partive edhe në media, duke i dhënë ngjyrë një rivaliteti ku drejtësia shihej jo thjesht si një institucion ligjor, por si një aktor që ndikon në dinamikat politike. Po në janar, pati përplasje të vogla lidhur me hetimet që lidhen me figura të njohura të politikës, përfshirë raportime se kryetari i Bashkisë së Shkodrës u paraqit në SPAK, gjë që ngriti pikpyetje rreth mënyrën se si drejtësia trajton figurat lokale politike dhe ndikimin që kjo ka në perceptimin publik për drejtësinë dhe politikën. Në fund të janarit, qeveria e SBA vendosi pezullimin e ndihmës së jashtme për Shqipërinë për një periudhë 90 ditore, duke përmendur shqetësimet për reformat antikorrupsion dhe pavarësinë e SPAK. Ky vendim u interpretua gjerësisht si një sinjal ndërkombëtar mbi rëndësinë e sundimit të ligjit dhe progresit të reformës në drejtësi, duke shtuar presionin ndaj politikës shqiptare. Shkurt. Një nga ngjarjet më të rëndësishme të muajit ishte arrestimi i kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj nga SPAK në ndyshimet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë, lidhur me projekte të diskutueshme të investimeve publike. Kjo masë e SPAK u ndoq me një stuhi reagimesh politike dhe publike, duke u shndruar në një nga çështjet kryesore të debatit kombëtar për lidhjen mes drejtësisë dhe politikës. Veliaj, një figurë kyçe e Partisë Socialiste, u arrestua dhe qëndroi nën masën e sigurisë, ndërsa avokatët e tij apeluan vendimin, ndërsa në diskutimet publike kjo u lexua si një provë se drejtësia po godet edhe figurat më të fuqishme politike. Në një ngjarje që e bëri javën e parë të shkurtit po aq politike sa juridike, kryeministri Edi Rama mbajti një fjalim të fortë ku kritikoi ashpër mënyrën se si SPAK trajtoi çështjen e Veliajt. Rama deklaroi se Shqipëria nuk është republikë prokuroriale dhe paralajmëroi se qeveria nuk do të lejojë që drejtësia të bëhet mjet politik, një qasje interpretative, e cila u përkthye si një përpjekje e mazhorancës për të mbrojtur figurat e veta politike kundër hetimeve të drejtësisë. Deklaratat u morën kritikisht nga analistë, duke theksuar përplasjen mes ekzekutivit dhe strukturës së re antikorrupsion. Pas arrestimit të Veliajt, debatet e mëdha shpërthyen edhe në hapësirën mediatike. Kryeministri Edi Rama u përfshi në polemika me gazetarë, duke i akuzuar se disa media përfshirë birnë për keq interpretim të fjalimeve të tij dhe për një qasje që ai e konsideronte të njëanshme. Kjo ngjarje ilustroi se procesi i drejtësisë penale ndaj figurave politike ndikoi jo vetëm në skenën juridike, por edhe në lirinë e shprehjes dhe raportimin mediatik, duke shtuar tensionet. Gjatë shkurtit u publikuan sondazhe të rëndësishme të perceptimit të korrupsionit, duke treguar për përmirësimin e ndjeshëm të besimit publik ndaj SPAK dhe institucioneve të pavarura të drejtësisë. Raporti Transparency International renditi Shqipërinë në pozicionin më të mirë të krahasuar me vitet e mëparshme, duke argumentuar se aktet e SPAK
përfshirë goditjet e larta të zyrtarëve të lartë, kishin forcuar besimin tek sundimi i ligjit. Ky zhvillim u shfaq si një indikator i rëndësishëm që shoqëria shqiptare po vlerëson luftën ndaj korrupsionit, edhe kur preken figura politike të njohura. Muaj shpërtheu më tej në polemika politike kur Sali Berisha, kreu i opozitës, ndryshoi tonin e tij ndaj SPAK-ut, duke deklaruar se në një qeverisje të PD-s nuk do të lejojë ekzistenca një prokurorie politike. Kjo deklaratë edhe pse interpretuar me kujdes, ishte një qasje retorike dhe shërbeu për të nxitur debatin mbi rolin e pavarur të SPAK dhe mundësitë e keqpërdorimit të tij për qëllime politike. Ndërkohë që këto zhvillime juridike e politike dominuan agjendën, aktivitetet e fushatat zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit intensifikuan debatet lidhur me subsidencën e institucioneve të drejtësisë. Partitë kryenin takime, mobilizime dhe deklarata publike në një klim ku çdo nismë e SPAK-u perceptua politikisht si përkraje apo sfidë ndaj aktorëve të skenës politike. Kjo e bëri shkurtin një muaj ku drejtësia dhe politika ishin thuajse të pandashme në diskutimet publike dhe në narrativën e fushatës zgjedhore. Marsi 2025 në Shqipëri u shënua nga intensifikimi i luftës politike në prag të zgjedhjeve të 11 majit dhe rritja e prezencës së SPAK në skenën publike, me një ndikim të drejtë për drejtë në dinamikën politike. Më 11 mars 2025, Partia Demokratike zyrtarizoi një koalicion zgjedhor të quajtur Aleanca për Shqipërinë Madhështore, duke bashkuar rreth 26 parti të vogla, rreth objektivit të mbështetjes së kandidaturave të opozitës për zgjedhjet e ardhshme. Ish-kryeministri Sali Berisha e prezantoi këtë koalicion si një ndër më të fuqishmit në pluralizmin shqiptar, duke synuar sfidën ndaj mazhorancës socialiste në zgjedhjet e majit. Ky veprim shënoi një moment kyç në konfigurimin politik parazgjedhor dhe nënvizoi strategjinë e opozitës për të unifikuar forcat kundër qeverisë në një periudhë ku çështjet e drejtësisë ishin në qendër të debatit publik. Rreth 10 marsit, një gazetar politik deklaroi se SPAK kishte në fokus rreth 10 kandidat për deputet, përfshirë figura të Partisë Socialiste, duke sugjeruar se arrestime ose njoftime për akuza mund të ndodhin përpara datës së zgjedhjeve të 11 majit. Kjo deklaratë nxiti debat të fortë mediatik dhe politik, duke reflektuar perceptimin se SPAK nuk po vepronte thjesht si organ hetimor, por edhe si faktor që mund të ndikojë në klimën zgjedhore dhe në perceptimin e elektoratit për drejtësinë dhe politikën. Nga fundi i shkurtit deri në fillim të marsit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve KQZ regjistroi 39 parti politike që morën statusin e subjekteve zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, përfshirë PD, PS dhe të gjithë partitë e koalicioneve të tyre. Ky proces administrativ megjithse teknik pati jehon politike të fortë sepse shënoi zyrtarisht startin e garës zgjedhore dhe vendosi bazat për rivalitetin që kulmoi në muajt pasardhës. Në fillim të muajit, SPAK njoftoi arrestimin e 3 zyrtarëve të policisë të dyshuar për përfshirje në trafik droge dhe aktivitete kriminale të lidhura me korrupsion të funksionarëve të sigurisë. Operacioni përfshinte edhe një vendim gjykate për arrest në burg ndaj 10 personave. Ky lajm u interpretua gjerësisht si pjesë e përpjekjeve të SPAK për të goditur krimet e organizuara dhe korrupsionin struktural, duke pasur një ndikim indirekt në narrativën zgjedhore, për shkak të mosbesimit publik ndaj zyrtarëve të lartë të rendit. Gjithashtu në mars, figurat politike përdorën nga pozicionet e tyre debatet mbi rolin e SPAK. Sali Berisha, kreu i PD-s, u bë përsëri i famshëm për deklaratat e tij se do të shpërbënte SPAK-un nëse opozita fitonte zgjedhjet, duke e cilësuar atë si instrument politik të mazhorancës, jo si një institucion të pavarur ligjor. Këto qëndrime u përdorën në diskutime mediatike dhe politike për të rritur politikisht opozitën dhe për të sfiduar legitimitetin e organit antikorrupsion në prag të zgjedhjeve. Prilli 2025 në Shqipëri u karakterizua nga intensifikimi i aktivitetit politik në prag të zgjedhjeve të 11 majit dhe nga përshkallëzimi i hetimeve nga SPAK, të cilat goditën figurat kryesore politike dhe krijuan debat të hapur mbi pavarësinë e drejtësisë. Në fillim të prillit, SPAK nisi një val hetimesh dhe arrestimesh ndaj ish-zyrtarëve të lartë lokal dhe kombëtar, duke përfshirë ish-drejtues të bashkive dhe të institucioneve shtetërore, mes tyre ish-drejtues të Agjencisë së Kadastrës dhe Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, të dyshuar për legalizime të paligjshme dhe ndërtime pa leje në zonën Rane Hedhur, Shëngjin. Masat e sigurisë për disa prej tyre u ashpërsuan nga gjykata e apelit, duke treguar angazhimin e SPAK për të goditur korrupsionin e nivelit të lartë përtej figurave politike direkte. Këto operacione sollën reagime të forta publike dhe interpretim të gjerë mediatik, se SPAK po përpiqej të vendoste precedent për sundimin e ligjit për zyrtarët e nivelit
nivelit të lartë, duke u përplasur indirekt me agjendën politike të mazhorancës. Më 22 prill 2025, Partia Demokratike dhe aleatët e saj organizuan një protestë masive përpara kryeministrisë, duke akuzuar Edi Ramën si kokën e korrupsionit. Protestuesit hodhën bomba molotov, duke shkaktuar lëndime të lehta për punonjës policie dhe një simpatizant opozitar. Policia arrestoi 4 persona, ndërsa 7 të tjerë u proceduan penalisht. SPAK u përfshi në ndjekjen e hetimeve për përdorimin e dhunës dhe organizimeve të tubimeve pa kontroll, duke nxjerrë në pa lidhjen mes politikës, protestave dhe përgjegjësive ligjore. Kjo ngjarje tregoi se klima politike ishte e tensionuar dhe drejtësia ishte pjesë e debatit të përditshëm, ku veprimet e SPAK dhe policisë interpretoheshin si instrument kontrolli politik ose mbrojtjeje të rendit publik. Në aprill, SPAK finalizoi hetimet ndaj 2 ish prokurorëve të Sarandës, Kledian Llaho dhe Çlirim Shahini, për korrupsion dhe ndikim të paligjshëm. Dyshohet se kërkuan dhe morën 55.000 euro për të favorizuar një person të dyshuar për ndërtim pa leje. Kjo ngjarje shkaktoi debate mbi pavarësinë e prokurorëve dhe përfshirjen e drejtësisë në marrëdhënie me politikën dhe biznesin, duke nxjerrë në pa rritjen e lidhjeve mes aktorëve politik dhe juridik. Vendimi i SPAK dhe dërgimi i dosjes në gjykat u interpretua si sinjal se drejtësia nuk kursen as figurat që dikur shërbenin në sistemin ligjor. Gjatë prillit, të gjitha këto hetime dhe aksionet të SPAK u interpretuan nga partitë politike. Mazhoranca socialiste e përdori për të treguar se po luftohet korrupsioni dhe për të mbrojtur figurat e saj që nuk ishin prekur. Opozita e përdori për të akuzuar qeverinë se përpiqet të manipulojë drejtësinë për të mbrojtur klientët e vet. Kjo ngushtoi hapësirën për konsensus politik dhe e bëri drejtësinë një faktor kyç në diskutimet elektorale. Maj 2025 ishte kulmi i vitit politik në Shqipëri, ku zgjedhjet parlamentare të 11 majit vendosën tonin për gjithë vitin dhe ku SPAK dhe drejtësia u bën faktor kyç në klimën elektorale. Opozita e udhëhequr nga Sali Berisha intensifikoi fushatën në të gjithë vendin, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe mazhorancën për korrupsion dhe kapje të shtetit. PD dhe aleatët e saj zhvilluan një strategji të fokusuar në ekspozimin e rasteve të korrupsionit, duke përdorur informacione të nxjerra nga hetimet e SPAK si argument publik. Protesta masive në disa qytete dhe tensionet përpara kryeministrisë, të cilat përfshinin incidente të vogla dhune, treguan ndërthurjen e pandashme të politikës dhe drejtësisë. Në këtë periudhë, përpara zgjedhjeve, SPAK ishte në fokus për hetime të figurave politike dhe ish zyrtarëve të lartë, duke përfshirë ish prokuror dhe ish kryebashkiak. Hetimet mbi korrupsionin dhe shpërdorimin e detyrës u interpretuan nga publiku si instrument potencial politik, duke krijuar debat mbi pavarësinë dhe ndikimin e SPAK në procesin zgjedhor. Mazhoranca përdori aksionet e SPAK për të treguar se po luftohet korrupsioni, ndërsa opozita i përdori për të argumentuar se drejtësia është e kapur nga mazhoranca. Zgjedhjet e 11 majit u zhvilluan në tensione të larta politike dhe prani të shtuar të strukturave të sigurisë. SPAK megjithse nuk ndërhyri drejt për drejt në proces, hetimet dhe arrestimet e mëparshme ndikuan në perceptimin publik të konkurrencës elektorale. Zgjedhjet i fitoi thellë PS me Edi Ramën, e cila mori 83 mandate, duke dërmuar opozitën e Sali Berishës. Një rezultat domethënës morën edhe partitë e reja, por pa mundur të zënë një vend në parlament. Numri më i madh i mandateve ishte 2 nga Grën Shehaj, 1 nga Qori e Lapaj, por ky i fundit me shumë luftë dhe si përfundim nuk hyri dot as vetë në parlament. Fushata pas zgjedhjeve u përqendrua te interpretimi i rezultateve dhe në debatet mbi ndikimin e drejtësisë në rrjedhën politike, duke krijuar narrative në një viti ku politika dhe drejtësia ishin të ndërthurura në çdo hap. Sali Berisha nisi fazën e gjatë të denoncimeve të përditshme, të asaj që ai e quajti farsë zgjedhore, por krye zhvillimi fill pas zgjedhjeve të 11 majit. Ishte samiti i BE-s Ballkanin Perëndimor, që u mbajti në Tiranë. 47 lider nga mbar kontinenti zbarkuan në Tiranë, ku morën pjesë në samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian. E gjithë ngjarja ishte një show i madh, ku Rama vinte nga një lehtësim i papritur i 11 majit, pasi kishte 83 mandate në xhep. Aq sa edhe kancelari gjerman, kur e takoi në pritjen e samitit, u habit jo pak kur e uroi për mandatin e 4. Skena më e komentuar përposa saj me Merz, si gjithmonë me ngacmime tipike, si ai për atletet. Ishte padyshim ulja në gjujmë përpara homologes italiane Giorgia Meloni. E me që jemi këtu, duhet theksuar se gjatë gjithë këtij viti, marrëveshja e tyre për Gjadrin ka pasur ulje ngritet e veta, qoftë edhe në drejtsinë italiane, evropiane, por edhe në terren, me boshatisjen pas disa dështimeve të qendrave pritse. Qershor. Pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, qershori 2025 u karakterizua nga formimi i institucioneve dhe përplasja të forta politike, ku SPAK dhe drejtësia mbetën faktor të qartë të ekuilibrit të pushtetit.
Mazhoranca socialiste filloi procesin e konstituimit të institucioneve të reja, ndërkohë që opozita filloi monitorimin e përpjekjeve të mazhorancës për të influencuar drejtësinë dhe institucionet e saj. Kjo periudhë tregoi tensionin e vazhdueshëm midis legjitimitetit politik dhe pavarësisë së institucioneve gjyqësore, ku çdo vendim administrativ apo ligjor interpretohej politikisht. SPAK vijoi hetimet ndaj ish zyrtarëve dhe ish prokurorëve, duke përfshirë figurën e ish prokurorit Kledian Llaho, i shkarkuar më 8 gusht nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, si pasojë e mangësive profesionale dhe deklarimeve kontradiktore. Ndarjen e përgjegjësive penale për ish drejtues të bashkive dhe inspektoriateve, duke dokumentuar rrjetin e korrupsionit të nivelit të lartë. Këto aksione u interpretuan politikisht si përpjekje për të demonstruar efektivitetin e drejtësisë pas zgjedhjeve, por gjithashtu ngjallën debat mbi ndarjen e pushteteve dhe pavarësinë e SPAK. Opozita e përdori aktivitetin e SPAK për të argumentuar se mazhoranca përdorte drejtësinë për të eliminuar kundërshtarët politik. Mazhoranca kundërshtoi, duke theksuar se aksionet ishin të drejtuara vetëm nga ligji, duke u përpjekur të tregonin një imazh të fortë dhe të paanshëm. Kjo periudhë tregoi qartë se çdo hetim dhe vendim i SPAK-ut nuk ishte thjesht juridik, por kishte gjithmonë një përmas politike, duke e vendosur drejtësinë në qendër të debatit publik. Ndërkohë që SPAK vazhdonte aksionet, opozita organizoi protesta të vogla lokale, duke akuzuar qeverinë për ndikim mbi institucionet. Policia dhe SPAK ishin të përfshirë në monitorimin e tubimeve, duke theksuar se renditja e ligjit ishte e pandashme nga dinamika politike. Korrik. Korriku 2025 u karakterizua nga shtrirja e aksioneve të SPAK dhe policisë në nivel kombëtar, ku politika dhe drejtësia u prekën në mënyrë të drejtë për drejtë. Ky muaj tregoi se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk ishte thjesht juridike, por kishte pasoja të menjëhershme politike. Autoritetet ekzekutuan operacione të mëdha antidrogë në Itali dhe Shqipëri, ku u arrestuan shqiptarë të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës. Këto aksione u interpretuan politikisht nga opozita si fakti ndërhyrjes së drejtësisë për të friksuar ose ndëshkuar mbështetës të mazhorancës pas zgjedhjeve, domethënë pasi kryen punë, ndërsa mazhoranca theksoi efektivitetin e drejtësisë dhe luftën kundër krimit të organizuar. Rrjeti i kapur përfshinte shumë shtetas shqiptar dhe profesionist pa precedent penal, duke treguar se korrupsioni dhe krimi ishin të ndërlidhur me elemente të biznesit dhe politikës lokale. SPAK vijoi hetimet ndaj ish prokurorëve, ish zyrtarëve dhe biznesmenëve të lidhur me politikën. Rasti i ish prokurorëve Llaho dhe Shahini u shndërrua në referencën publike për përforcimin e mesazhit se drejtësia nuk toleron përfitime monetare për favorizime politike. Arrestimet dhe dokumenti i pagecave të dyshimta deri në 55.000 euro për një mas sigurimi krijuan tension midis mazhorancës dhe opozitës, ku secila palë përdorte rastin për të legjitimuar dhe diskredituar drejtësinë. Opozita përdori aksionet e SPAK për të akuzuar mazhorancën për kapjen e institucioneve dhe përdorimin e drejtësisë si instrument politik. Mazhoranca nga ana tjetër i paraqiti aksionet si provë për vendosmërinë e saj për të luftuar korrupsionin dhe kriminalitetin, duke synuar të ruaj besimin e publikut. Korriku u bë një muaj ku politika dhe drejtësia nuk mund të vepronin në izolim. Çdo aksion i SPAK kishte një jehon të menjëhershme politike dhe çdo interpretim politik kishte një ndikim të drejtë për drejtë mbi perceptimin publik. Arrestimet dhe hetimet e SPAK u pasuan nga reagime lokale, ku komunitetet e caktuara dhe përfaqësues politik kritikuan veprimet si selektive dhe të nxituara. Policia dhe drejtësia u detyruan të menaxhonin situata tensioni dhe tubime të vogla proteste, duke dëshmuar se renditja e ligjit ishte e pandashme nga dinamika politike. Gusht. Gushti 2025 shënoi një muaj ku hetimet e SPAK u përqendruan tek legalizimet e palishme, tenderet e dyshimtë dhe zyrtarët e nivelit të lartë, duke krijuar një fushë të hapur për debat publik dhe tensione politike. SPAK dhe organet e tjera të drejtësisë intensifikuan aksionet ndaj ish drejtorëve të kadastrës, inspektoriateve të mbrojtjes së territorit dhe bashkive, veçanërisht në zonat turistike si Shëngjin. Ish zyrtar si Gentian Malotaj, Artmir Maxhuni dhe Artur Shabaku u vënë në arrest në Burg për shpërdorim detyre në lidhje me legalizime të palishme në zonën Rana e Hedhur. Inxhinierët dhe drejtuesit e tjerë u vënë në arrest në shtëpi ose ndalim për të dalë jashtë vendit për falsifikim dokumentesh dhe ndërtim të palishëm. Opozita e përdori rastin për të argumentuar se mazhoranca përdorte institucionet për favorizime klienteliste, duke krijuar një narrativ se drejtësia ishte instrument politik i qeverisë. Mazhoranca theksoi se hetimet e SPAK tregojnë vendosmëri dhe pavarësi, duke përdorur rastet për të treguar se askush nuk ishte mbi ligjin, edhe pse publikisht këto veprime u perceptuan si të ndikuara politikisht. Arrestimet dhe shtrirja e hetimeve u pasuan nga protesta lokale dhe tensione sociale, sidomos në zonat ku janë zhvilluar legalizime të dyshimta ose ndërtime të palishme. Policia dhe SPAK u detyruan të menaxhonin reagimet publike dhe të ruanin rendin, duke treguar qartë se veprimet e drejtësisë janë të pandalshme.
nga klima politike dhe perceptimi publik. Gushti 2025 tregoi, drejtësia dhe politika janë të ndërthurura, ku çdo aksion penal ka ndikim të drejtë për drejtë mbi narrativën elektorale. Mazhoranca përdorte aksionet e SPAK për të treguar forcë dhe panshmëri, ndërsa opozita sfidonte legjitimitetin e qeverisë, duke i paraqitur veprimet si selektive. Publiku filloi të kuptojë se institucionet e drejtësisë nuk veprojnë në një vakum, por janë pjesë e një ekosistemi politik që përshkon çdo vendim. Mirë po në gusht shqiptarët ndoqën edhe një telenovel verore, atë të Adriatik Lapajt dhe Endri Shabanit, për karrigen e koalicionit mes tyre në parlament. Gjëja mori përmasa qesharake dhe zbeu besimin e qytetarëve të forcat e reja politike. E gjitha përfundoi në lënien jashtë parlamentit të Adriatik Lapajt. Shtator. Shtatori shënoi një ndryshim cilësor në veprimtarinë e SPAK, nga goditje simbolike dhe raste individuale, drejt ndërtimit të dosjeve strukturore që preknin bashkinë, tendera publik dhe lidhje politik-biznes. Pas pushimeve verore, prokuroria posaçme rifilloi me intensitet hetimet mbi procedurat e prokurimeve publike, duke vendosur në fokus bashki të mesme dhe të mëdha, ku dyshoi për skema të përsëritura të shpërdorimit të detyrës, favorizimit të kompanive dhe ndarjes së paracaktuar të fondeve publike. Ky ishte momenti kur politika filloi të ndjejë realisht presionin e drejtësisë, jo më në një nivel simbolik, por në territorin konkret të pushtetit lokale, aty ku votat, financat dhe klientelizmi kryqëzohen. Mazhoranca u përpoq të mbante diskursin institucional, duke deklaruar se SPAK po bën punën e vet pa ndërhyrje, ndërsa opozita e lexoi shtatorin si provë se drejtësia po godiste hallkat e dopta, por jo qendrën e pushtetit. Në prapasken raportet mes kryebashkiakëve dhe qeverisë qendrore u tensionuan, pasi hetimet rrezikonin të hapnin zinxhir përgjegjësish politike, jo vetëm penale. Shtatori ishte muaj kur u kuptua qartë se SPAK nuk po hetonte më individ, por sisteme. Tetor. Në tetor ajo që ishte paralajmëruar në shtator u materializua në masa konkrete sigurie, arrestime dhe masa kufizuese ndaj zyrtarëve vendor, ish drejtorëve të bashkive dhe administratorëve publik. Shënuan hyrjen e drejtësisë në fazën më të ndjeshme politike të vitit pas zgjedhore. Çdo mas sigurie u shoqërua me konferenca politike, deklarata publike, akuza për selektivitet dhe përpjekje për të ndërtuar narrativ mbrojtëse. Opozita e përshkroi tetorin si muajin ku u provua se korrupsioni është sistemik. Mazhoranca në të kundërt e përdori për të treguar se askush nuk është i paprekshëm, por në realitet tetori ekspozoi një krizë besimi. Politikanët nuk i besonin më drejtësisë, drejtësia nuk kërkonte më miratim politik. Publiku mbeti mes dy narrativave antagoniste. Ky ishte muaj kur SPAK pushoi së qeni vetëm institucion drejtësie dhe u shtënërua në faktor politik, pavarësisht se formalisht nuk kishte rol të tillë. Gjithçka shpërtheu në fund të tetorit, ku më datë 31 të muajit, ish numri 2 i qeverisë Rama, Belinda Balluku, u more pa ndehur zyrtarisht për aferën me tunelin e Llogaras. Pozitat e qeverisë Rama u lëkundën ndjeshëm dhe debatet publike u ndezën më shumë se kurrë më parë, pasi Balluku shihej si njeriu më i fuqishëm, ndoshta edhe para Ramës. Nëntor. Nëntori 2025 ishte një tjetër muaj i nxehtë ku marrëdhënia SPAK politik mori të tjera përmasa. Ngjarja më e fortë e muajit ishte data 20, kur GKKO lëshoi 2 masa ndaj numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, pezullim nga detyra dhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Kryeministri Edi Rama, pas një takimi shtatorësh me zëvendësen e tij në kryeministri, vendosi të dërgojë çështjen në gjykatën kushtetuese, duke i kërkuar kësaj të fundit të ndajë shapin nga sheqeri. A ka ndërhyrë gjykata në pushtetin e ekzekutivit me këtë vendim apo jo? Gjithashtu muaji nëntor solli shpërthimin e tensionit të akumuluar gjatë gjithë vitit, protestat përpara institucioneve qendrore, incidente me molotov dhe përplasje me policinë e shtetit, shënuan radikalizmin e diskursit politik. Për herë të parë pas zgjedhjeve, politika doli hapur në konflikt me rendin publik. Drejtësia dhe policia u detyruan të ndërhyjnë jo vetëm ligjërisht, por edhe fizikisht. Hetimet ndaj organizatorëve të tubimeve, përfshirë figurat politike dhe struktura partijake, krijuan një debat të fortë. Ku mbaron protesta politike dhe ku fillon përgjegjësia penale? Nëntori tregoi se politika shqiptare, kur ndihet e kërcënuar nga drejtësia, tenton të dalë nga korniza institucionale, duke e zhvendosur betejën në rrugë. Ky ishte muaji ku drejtësia u përball jo vetëm me dosje, por me turm. Opozita hyri zyrtarisht këtë muaj në aksion, të ashtu quajtur si foltoria parlamentare përpara kryeministrisë, çdo të hënë, si kundërpërgjigje që mazhoranca nuk i jep hapësirë në kuvend. Dhjetor. Dhjetori erdhi si muaj bilanci, por jo qetësimi. SPAK vijoi me finalizime hetimesh, dërgime dosjesh në gjykat
dhe goditje ndaj korrupsionit të nivelit të lartë, përfshir ish prokuror, biznesmen dhe zyrtar publik. Politika nga ana tjetër hyri në fundvitin më të polarizuar se kurrë. Opozita e bindur se drejtësia ishte instrumentalizuar, mazhoranca e sigurt se drejtësia po legjitimonte pushtetin e saj. Dhjetori konfirmoi atë që kishte të qartë që në janar 2025 nuk ishte një vit zgjedhor, por ishte një vit përplasjeje strukturore mes politikës dhe drejtësisë. Data më e fortë e muajit të fundit të vitit, padyshimi ishte data 12 dhjetor, kur gjykata kushtetuese riktheu në detyrë Belinda Ballukun, duke ngrirë vendimin e pezullimit të saj deri në vendimarrjen e plotë të kësaj gjykate më 22 janar të vitit 2026. Mirë po pas kësaj, duket se drejtësia penale përshkallëzoi vendimarrjen, duke bërë lëvizjen e radhës të fortë, që për shumë kënd duhet të ishte bërë që në fillim kërkesën drejtuar kuvendit për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, që t'i jepej mundësia për ashpërsimin e masave ndaj saj, pasi nuk ishte vetëm tuneli i Llogaras, por dosja është zgjeruar edhe me projekte të tjera infrastrukturore, si lotet e Unazës së Madhe në Tiranë, por mazhoranca nuk e lëshoi, ku në Këshillin e Mandateve me prezencën e përfaqësuesve të SPAK-ut, ku këta të fundit dorëzuan USB-n me provat konkrete, vendosi shtyrjen e vendimarrjes për në janar 2026, pasi të flas gjykata kushtetuese. Muaji dhjetor kulmoi po ashtu edhe me dosje të tjera të nxehta, që i kishte dhënë shenjat më herët e që trazoi sërish politikën. Zbarkimi i drejtësisë tek Akshi për aferat me tenderët. SPAK lëshoi disa masa sigurie përfshirë drejtuesen e Akshit, Mirlinda Karçanaj, duke e lënë në arrest shtëpie. Ergjys Agasi, biznesmen, arrest me burg. Ermal Beqiri, biznesmen, arrest me burg. Hava Delibashi, zyrtar e Akshit, arrest në shtëpi. Erion Ismaili, zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, pezullim nga detyra dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. Andis Papa, ndalim për të dalë jashtë vendit. Gëzim Hoxha, ndalim për të dalë jashtë vendit. Roger Sorryta, ndalim për të dalë jashtë vendit. Nga kjo dosje kanë dalë detaje të forta, që nga vera 10.000 euro një shishe, deri te pegmarrjet për llogaritë të fituesit të tendereve. Kjo dosje nxorri opozitën në rrugë, duke thirrur protestën e radhës kombëtare, e cila përfundoi pa asnjë rezultat, pavarësisht terrenit të papërshtatshëm politik pas skandaleve të njëpasnjëshme të qeverisë Rama. Muaji dhjetor ndërroi edhe lidershipin e SPAK-ut, ku KLP zgjodhi me 7 vota pro Klodian Brahon, i cili më 18 dhjetor i mori stafetën Altin Dumanit, një proces që u kontestua nga shumë kush si paracaktuar. Duhet theksuar se gjatë vitit 2025, mediat e huaja apo raportimet të ndryshme ndërkombëtare kanë pasur në shënjestër të shpeshtë, si asnjëherë më parë, demaskimin e qeverisë Rama, duke e cilësuar madje Shqipërinë si narkoshtet, teksa gjatë gjithë vitit politikanë të rëndësishëm me llogari të hapura me drejtësinë kanë bërë paraqitje të detyruese në SPAK, si Sali Berisha, Monika Kryemadhi apo Ilir Meta, që vazhdimisht kërkon për liri, ja kanë rrëzuar në të gjitha shkallët e gjyqësorit. Njëjtë si Erion Veliajn, gjyqi ndaj Metës e Kryemadhit vazhdon, njësoj dhe i Berishës dhe dhëndrit të tij, apo i Fatmir Mediut me Gërdecin, por për post zvarritjeve asgjë konkrete.